Lezhë i kushtoi një mbrëmje të rrallë poetit e saj Preq Zogët, krijimtaria e cilit prej kohësh ka të kaluar kufit e qytetit të lindjes për të bërë pjesë e fundit me të çmuar të poezisë shqiptare. Në skenën e parë të kulturës u sollën për publikun poezitë e përzgjedhura nga periudha 1984-2024, një udhëtim artistik nëpër vargje që kanë shoqëruar breze të tërë lexuesish. Për kryetarin e bashkisë së Lezhës, Pieri Ndreu, Preq Zogaj mbetet një nga vlerat më të spikatura që kanë dhënë qyteti. Me emocionin e foli dhe këngëtari Frederik Ndozi, i cili kujtoi bashkëlltimin e tij artistik me poezinë e Zogajt. Vargje u shndërrua në këngë dhe mbetën gjallë në kujtesën e publikut. Në nderon duke qenë një ndër penat më dinjitoze shqiptare, por edhe më gjërë, dhe për ne është një kënaqëri. Dhe edhe prezenca e kësaj tregon se ju jeni një njeri tashmë i rëndësishëm për jetën publike të Shqipërisë, po dhe të Lezhës, sepse nga këtu ke shkuar në Tiranë dhe poezitë tua, veprat ato që ke shkruar kanë kaluar shumë kufit edhe Shqipërisë. Po presi i qeverisë stoicizëm dhe nuk harroj ditët për kanë lexuar poezi sytë tu dhe moni as të bukur dhe të gjepër muzikë, në ato tjeri i Zotit me presi dhe kanë. Për kalu shumë jetë, shumë dekada, shumë dekada, dhe kanë si në pra e fresë. Dhe shumë se s'ka orkestër, më të më lajë. Vetë poeti nuk e fsheu emocionin përballë publikut lezhan. Preq Zogaj u shpreh se komunikimi i poezisë së tij përmes interpretimit të aktorëve të njohur i dha mbrëmjes një dimension të veçantë dhe një ndjesi që do ta ruaj gjatë. Jam shumë impresionuar nga vëmendja juaj. Unë e di se poezia është një lloj arti që kërkon shumë përqendrim. Nuk është si muzika që shijon për bën dhe gjëra tjera dhe flet. Dhe duke dëgjuar aktorët e shquar, mendoja gjithnjë për juve që dëgjojnë në heshtin. Dhe ky është çmimi më i lartë që ka marrë poezia ime në Lezhë, edhe çmimi më i lartë që mund të marrë poezia. Poezia, muzika dhe interpretimi u bashkuan në një mbrëmje që e ktheu skenën e parë të kulturës në Lezhë në një tempull emocionesh, duke dëshmuar se vargjet e Preq Zogajt vazhdojnë të jetojnë fuqishëm në kujtesën dhe shpirtin e publikut shqiptar.